sot për sot, kur njës këshën mujtë, sa din me knu, edhe sa e japin zonë me knu live, kur njës këshën mujtë me dhezë. Po sa ka qenë vështirë ndoshta para disa viteve me kriju ndoshta këtë famën, të marrë parasysh që rrjetet sociale s'kanë qenë, forma marketingu ndryshe, ka qenë më lehtë atëherë? Po, pse ka qenë më lehtë? Sepse konkurenca ka qenë shumë e vogël se që është sot. Ta thëmë drejtën dhe kolege që janë në gjeneratës më të vjetër, respekt gjithmonë. Disa, po, nuk i cekë, nuk i shti gjithmonë, një thes gjithmonë, një të njëjtët. Mendoj që të kishin qenë sot për sot, kur njës këshin mujtë, sa din me knu, edhe sa e japin zonë me knu live, kur njës këshin mujtë me dhezë. Sot për sot kemi talenta shumë mirë. Shumë në jashtë masa. Është dhja pajtoni ju, me mu. Shumë e Po ka qenë koha që mrena një rajonit, jenë dollë 2 këngëtarë, ju ka dha hapësira, nuk është që s'kam pas hapësira për televizione që kanë qenë ma herë, dhe me thonë. Po të s'kam pas gudzim, ka qenë një periud tjetër, s'kam pas shumë gudzim. Ta përfundoj, normal s'ka pas gudzim një, s'ka pas kushte, 2, edhe për me do në televizion, këtë nërë ka qenë pak e marshme, ku e dion e jo... Rjetës sociale ka pas ma pak. Edhe televizione ka pas ma pak. Po nëse e këshëm këthy që ta këngëtarë, shumicën. Një televizion krejt ka qenë, krejt këngëtarët kanë shku në që aty. Jo krejt, disa që kanë qenë matë një orë artistat, një edhe u kune limitu me pak. Te ke pas një Nexhmia që i kënë në live. Nexhmia Pagarusha, për shambull. Jo vetëm Nexhmia, kemi pas edhe këngëtarën e tjera. Kemi artist. Për shambull, që ka mojtë, po thamë që ka mojtë koncerte edhe jashtë Kosovës, që Nexhmia Pagarushën ta njofin edhe Evropa, për shambull. E vërtet. Po flasën këtë audiencën, dhe me thonë, ma gjonë. Po, dikonit atë në që të me ty, ta shkëngëtar, për shambull, ka orë një kosë, dhe mos vitit e funit, nuk po këqyrët edhe shumë talenti, për shambull, ma shumë poftohet në për neja, për shembull në për klube, në për këto, që ta këngëtarët për shembull që po janë, që po nxjerrin klikime, po bin njerëz. Na po flasim për strukturët njerëzve që lojnë gjurmë, pra strukturët këngëtarëve që del 3 muaj ditë shkon në fshelë dikon edhe del thotë unë jam i famshëm shumë, edhe del dy këngë i ban, ai për mua nuk është artist hiç. S'ka me konkurrës. Po foli për këta këngëtarë tjerë, domethënë këtë zhondër që e ban një farë bagazhin edhe që lën gjurmë që po thotë jolla. Deshta me dal për disa këngëtarë që kanë kënu edhe kënojnë edhe këngëtarë, mi pru sot në këtë kohë të sotit, shumë vështira kanë me depërtu. Unë njeh këngëtarë që me të vërtet, jo që kënojnë bukur, po që ku dush në Evropë kënojnë ekstrem, ka talenta ekstrem. Apo vlerësohen sot mjaftueshëm krejt çta artista të rinj? Jo, se unë mendoj që ta dhe vjosat e përkraja është një, e dyta është konkurencë e arzakonshme. E arzakonshme. Po edhe tjetra, unë gjithmonë, kur të flasëm gjithmonë thamë, s'ka nevojë me shku të emitimi, bane një brand tonën, që shta... Pauli. Po Pauli. Që shta, bane një brand tonën, një zhondër tonën, që kur të alëshën muzikën, unë e di që është zonë i fjollës, ose i vjosës. Edhe kështu që... Jo të emitimi, që ka po publi, hajta banë edhe në menjera, edhe shumë që peshe dhe aja që ka kryon... A ke po që janë do këngëtarë, për shambull, kur dënë patriotike, dinë cëllin me lypë. Dënë, për shambull, vajtuse ose melankolike. Po, talenta kemi e zakonisht shumë. Adhe se e ka kriju qatë... Po, dhe kjo, edhe kësaj pune i nevojitët kohë. Se për me kriju zhanërin, duhet investim.